Ajo që e një Allah xhallahu ala. Çka i bën njëri parë s'ka përcen në lepitën të. Si dohet për i zemre. Apëtën, qashtu mi ka përshy gjinijet e tre para, që më shkullë që femnore, apo në gjithit për ta, sumë për jetoj për ta, apo që shketu të desat për ta. Apo desat, i ka bo 20 vjetë për ta, kur se ka po, qashtu ka rënu, kur se ka dhimë kërgjë, si e ka po, sunët nej mo për ta. E që ka bo? E po e ka gjithë zemrën që pras të huj mrena. E kur tin mrena, problem është për një me që së nërnëm për ta, mos e lip zemra. E lip zemra, apo? Andaj moshe zemër me njëjtë Allah xhallahu ala ka përcen tani me të fare me gjithë s'ka pun, ti kënaqesh sepse je në komë atë. Ti kënaqesh pse si ki kurgjë. As bëjmë përshtypje e thosh po mëdhimin që ta Zoti ja vallosht, ato që më ka mësu kënaqja. Ama ku ndodh kjo? Kur zemra mushet me njëjtë Allah xhallahu ala. Njëhi Allah te bareke u taala. Andaj do njerëz që dojnë kjerat subhanallah, hin e njëjtë që ka e bën kështu te ai ka do mundësi e ka këto janë ngre këtë karrikë kështu. Se e një, po se e don, pitashis e ka, s'ka faja, pitashis e ka. A një ti Allah xhelal xhelalu mas e don. E që kjo është. I dojnë lojtarët, e don fort atë. Krejt që ka. E di për to. Pse? Ka këtë interes me ditë. Ma do zemra, ma do. Vete për nëne, ja do zemra, po sa i, s'ki faj, e do zemra. Ti shkon zemra e mosht me dashin dhe Allah xhallahu ala, me njëjtë Allah te bareke u taala, apo s'kish interesua apëton, heq, as kush u shit, as sa u shit, apo as ku u shku, as sa herë u transferu, punë e madhe, apo çam me të më kur transferu apëton, inshallah Allah xhallahu ala mund të më qusë dhe më fal namaz natë, e nesër më përmend dhikrave, çura këti gale që i ka. Apo a ke pa njerëz, çura këti që na po flasin për të punë çike, që ti e gale jam apëton. Gjithkush me dashën e tij apëton. Andaj, kur është motra Ibn Sirin natën më fal, apo Hafsa Ibn Sirin, motra e Muhammed Ibn Sirin, u qunat më fal, edhe ka thonë, khala kullu habibin bi habibi, apo u vetmu çdo i dash me dashun vet, edhe me temin u vetmu vaftan. Apo gjithkur me vetën, gjithkur dashën e vet e ka, gjithkur me vetën kënaqet, edhe me temin u kënaqa. Apo kush është i dashnit? Apo ama nuk është i dashni me durë me zam, me gojë. Edhe në emën të Allah të bareke u taala. Prandaj ajo që na dallon dhe ndëruar jetën tonë që e dallon
se të tjerë otën.